Gjykata kushtetuese ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e GKK-s lidhur me pezullimin e Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre e Shqipërisë. Për të folur mbi këtë vendim gjykatës kushtetuese dhe çfarë vjen pastaj, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Zaqi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Avokat, si e konsideroni këtë vendim gjykatës kushtetuese? Shumë i vonuar, por i pritur, i pritshëm. I vonuar për arsye se gjykata kushtetuese vepron në kushte terrori. Dhe të një terrori shtetëror, mafioz o shtetëror. Jo shtetëror, po mafioz shtetëror. Pra, deri tani gjykata kushtetuese e ka shantazhuar, e ka shtypur, e ka intimiduar tmerrsisht ai që përkohësisht është kryeministër Edi Rama. Dhe gjykata kushtetuese më në fund gjeti rrugë zgjedhje për t'i dalë zot ligjit, për t'i dalë zot të drejtës, për t'i dalë zot pronës së shqiptarëve dhe të djersës së shqiptarëve, që është vjedhur dhe grabitur nga një njeri që quhet Edi Rama, nga një hajtut që quhet Edi Rama, nga një narkoman që është Edi Rama, i cili ka krijuar dhe ka ngritur në këmbë një narkoshtet. Fakt ky i denoncuar, i pranuar dhe i cilësuar nga të gjithë partnerët tanë perëndimor. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese ishte vendim i pritshëm, i cili i hapi rrugë prokurorisë posaçme dhe gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar për të marrë Belinda Ballukun në pyetje. Vend tani me shpresën që dalë një herë se do presim sa të hiqet imuniteti. Mund të mos presin fare sa të hiqet imuniteti sonjës Belinda, por direkt ta marrin, ta çojnë para bankës së të akuzuarve për veprimet që ka bërë, për vjedhjet që janë kryer, për gjitha ato afera korruptive që ka bërë ajo deri tani në presionin dhe në diktatin e shefit të saj Edi Ramës. Por asaj mbetet një zgjidhje, vetëm një zgjidhje ka Belinda Balluku. Të thotë të vërtetën. S'ka zgjidhje tjetër. Por e vërteta që do nxjerrë Belinda Balluku do të çojë automatikisht para gjykatës Edi Ramën. Automatikisht denoncimet që do bëj ajo do thonë të vërtetën dhe do dënohet, do thirret Edi Rama i pandehur sepse kanë vjedhur bashk, kanë grabitur bashk dhe fakti më flagrant, kokfort, më i pakontestueshëm është vajtja e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut në Turqi dhe dhënien me një firmë, me një tërën të lapsit u japin atyre mafiozëve turq 50 milion euro. Sikur vetëm këtë të gjykojnë, asgjë tjetër, vetëm këtë, për këtë fakt ata duhet të shkojnë para hekurave. Pra, Belinda Ballukut nuk i mbetet gjë tjetër vetë të thotë të vërtetën dhe t'i dalë zot vetes saj, t'i dalë zot të djersës popullit, sepse ka shpërdoruar deri tani ajo zonja bashkë me shefin e saj me Palloshin, se kështu e quhen ajo Pallosh. Ai vë epitetet pasaj më të poshtra që mund t'i bien çdo lloj femre, ai se ka për gjë, ai s'ka trup e cip, ai s'ka nder, ai s'ka fytyrë. Por ajo të paktën të laj veten deri sa mund ta laj në këtë rast, sepse ajo është në hall. Asaj po i del situata nga dora e ka ikur me kohë, që kur është vënë në shërbim të Edi Ramës, por të paktën të marrë gjysmën e dënimit që i takon. Avokat, mendoni që Balluku di ndonjë gjë për zotin Rama dhe çfarë mund di në fakt, se zyrtar shteti janë të dy? Ajo di gjithçka. Sepse gjithçka që është bërë e ka bërë ajo në fakt. Firmat i ka hedhur ajo. Firmat i ka hedhur ajo. Urdhrat i ka dhënë ai. Pra ata janë bashkëpunëtorë në këtë rast në grabitjen dhe në vjedhjen e djersës së shqiptarëve, dhe kështu që
ajo s'ka nga jam banë, do thot të vërtetën që të shpëtoj veten, ajo duhet të bëhet bashkëpunëtore drejtësisë, që të shpëtoj, të paktën të mos mbetet për një kohë të gjatë pas hekurave, se është grua, femër, është nën. Por Belinda Balluku ka avancë të tjera me shtetin shqiptar dhe me drejtësinë shqiptare, sepse Belinda Balluku ka ardhur nga Greqia. Belinda Balluku ishte e rekrutuar në Greqi. Dhe përpasoj Avokat, kemi gjitha këto ndonjë që ka bërë, informacion lidhur me këtë pretendim apo thjesht është? Dëgjoj, nuk ka nevojë të kesh informacione, po të ndjekësh rrugën e saj. Erdhi nga një pastruese shtëpish në Athinë dhe u bë zëvendës kryeministri e Tiranës. Erdhi fillimisht tek ai Boka Porta, si e kishte ai AMS-s, ai e solli këtu, ai greku, dhe u katapultua me njëherë Belinda Balluku në shkallët më të larta të pushtetit. Rastësisht, pse ja bën se është e bukur? Jo, zotëri. Ka mbështetje të fuqishme në Greqi ajo. Por edhe Greqisë po i rëshket toka në këmbë tani lidhur me Shqipërinë. Deri tani ka bërë si ka dashur Greqia, tani e tutje nuk, tani do ta marrin forcat tjera situatën në dorë Shqipëri. Avokata, kishte dorë Amerika në pezullimin e Belinda Ballukut? Edhe një A kishte dorë Amerika në vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin e Belinda Ballukut? se di, nuk kam të drejtë të gjykoj për atë. Unë nuk gjykoj pa fakte dhe pa prova. Nuk gjykoj. Por di këtë që Spakun dhe Byron Kombëtare të Hetimit i ka ngritur dhe i paguan shteti amerikan. Këtu dalin të tëra pasaj, çfarë do lloj të mendosh, çfarë do lloj deduksione të nxjerrësh, je brenda, sepse ai ka paguar parat, shteti amerikan. Avokat, çfarë ndodh pas këtij vendimi dhe a mund të shkohet deri në pezullimin e Edi Ramës? Zotëri, Edi Rama varet, fati Edi Ramës varet nga Belinda Balluku tani. Është në dorë të saj. Nëse Belinda Balluku ka vendosur që të vejë në burg për të çeftë Edi Ramës dhe të bëjë ç'do doj. Ka të tëra mundësi dhe të drejtat që të bashkëpunojë me drejtësinë dhe të denoncojë të gjitha aferat që ka bërë me urdhër të Edi Ramës. Ndërkohë, ka të drejtë që të dalë pa që nevoja që ta thërresin, pa që nevoja që t'i bëhet presion, pa që nevoja t'i vën hekurat, të vej vetë në gjykatën kushtetuese në Spak, në gjykatën e Spakut, më ishte jo kushtetueses, dhe të denoncoj çfarë kanë bërë me Edi Ramën. Ti denoncoj fill e përpër nga fillimi deri në fund. Avokat, është njoftuar që ka pasur, sidomos mediat kanë raportuar se ka pasur një thirrje urgjente të zotit Rama në Bruksel, ku, siç edhe raportohet, lidhet me çfarë po ndodh realisht me Shqipërinë, sidomos me çështjen e Ballukut. A besoni që po themi po shtrëngohet gjithnjë më shumë laku ndaj kryeministrit Rama, kam parasysh tu lidhur me procesin e negociatave dhe me disa kritere që vendi jon duhet plotësoj lidhur me hyrjen në Bashkimin Evropian, e më konkretisht lidhur me, po themi, nevojat që Shqipëria të ketë një drejtësi të pavarur dhe të pandikuar nga pushteti ekzekutiv dhe pushtetet të tjera. Shiko, duhet i themi gjërat e marrë me radhë. Edi Rama është Benjamini dhe i përkëdheluri i atyre LGBT-qëve të Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian ka dërguar dhe ka sjellë gjithnjë këtu ambasador pederast, duke pasur parasysh këtë Gonzato këtë të fundit që vjen në Shqipëri pa pikë turpi dhe thotë unë jam i martuar, kam 2 fëmijë, po jam dhe i martuar me një burr. Pra Bashkimi Evropian është një fiasko, po është i detyruar tani që ta denoncojë Edi Ramën se i doli boja dhe u del boja dhe atyre bashkë me të. Dhe ata si shumë usallar që janë në diplomaci,
i dalin të keqës përpara, thonë hapën e para drejtësisë të liqeni. Dhe natyrisht që do të distancohet nga Edi Rama. Por të dish një gjë zotëri ta dinë dhe të gjithë qytetarët shqiptarë. Para presligjit dhe autoritetit të tyre, edhe falso që e kanë në vendet e tyre në Bashkimin Evropian, ata nuk pyesin as për Edi Ramën, as për kush ka bërë Edi Ramën. Problemi, unë nuk e di sa është e vërtet që mund ta kenë thirrur dhe mund ta kenë thirrur, nuk sepse është u ka prasur bomba në dorë dhe atyre me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe gjeti një herë rastin që ta përshëndes vendimin e gjykatës kushtetuese që treguan gjetën mundësinë e ashtë për ta denoncuar dhe për t'i shpëtuar hakmarrjes së këtij përbindësi që ka gjithë shtetin në dorë aktualisht. Dhe që ka kthyer në pushtet gjithë nomenklaturën e Enver Hoxhës të 46-s. Dhe mbi bazën e atyre mësimeve dhe atyre urdhrave dhe të atyre zyrtarëve që ka pasur Enveri, me ata bashkë ky po shkel, po vret, po vjet, po grabit, po bën çfarë do qefi në Shqipëri. Pra, diplomatët e Evropës natyrisht që i kanë thirrur mendis. Dhe jam i mendimit që duhet ta kenë thirrur t'i thonë i jep dorëheqje. Këtë duhet t'i thonë sipas meje, sipas logjikës dhe veprimeve diplomatike dhe politikës. Tani se çdo bëjnë ata nuk kemi mundësi që ta parashikojmë. Ajo që mendojmë dhe që besojmë është që ata do distancohen nga veprimtaria e Edi Ramës dhe nga hajdutllëqet e Edi Ramës, nga vjedhjet e. Edhe pse vetë ata ambasadorët e tyre kanë marrë miliona dollar në Shqipëri nga Edi Rama. Avokata, ka ardhur koha që të krijohet një qeveri teknike lidhur me pas rrëzimit, po themi, të Edi Ramës ose vendimi i gjykatës kushtetuese? Është krijuar qeveria teknike. S'ka shkryhet më. Thjesht pritet të do Edi Rama të vejë qeveria teknike të marrë zyrat. Qeveria teknike është krijuar zotëri. Mos prisni të bën një rigrupim i forcave komuniste, PDPS, e të bëjë një tash të quajtur qeveri teknike. Jo, zotëri, qeveri teknike. Qeveria teknike është krijuar. Është shpresa demokrate shqiptare. Ajo qeveri do ta marrë pushtetin, do apo s'do Edi Rama dhe komunistët shqiptarë. Avokat, po kur të pritet ta marrë pushtetin? Do precipitojnë gjërat dal nga dal. Do vej Belinda para gjykatës, do denoncoj, do flasë si vajzë e mirë që është, të denoncoj të gjitha krimet dhe vjedhjet e aferat që ka bërë me Edi Ramën, automatikisht Edi Rama do jap dorëheqje, sepse do vjet para fakteve, dhe me njerë pastaj merr pushtetin qeveria teknike. Avokat, kush e ka radhën pas Belinda Ballukut? Më fal, se Edi Rama me këto që me çdo kusht të krijojë trazira në Shqipëri. Dhe trazirat i mbjell edhe me veprime gangsterësh, siç po bën në Shkodër me pronarët aty të Riollit, ku diun kur si quhet ai vendi atje që ka vajtur bashkë i Mulaj dhe u thotë do ta marr rrugë se do ndërtoj resortin. Pra, Edi Rama kërkon me çdo kusht që t'i përplas shqiptarët me njëri tjetrin të shpëtojë vetë. Që ti ki nga pushteti, po ti ki të thotë që ja unë i ka me luft, nuk i ka se e dorëzova vetë. Pra, është një përpjekje e fundit e Edi Ramës për të hedhur në vllavrasje shqiptarët. Nuk do të eci, sepse në Shqipëri ka forca tjera që komandojnë e që drejtojnë, ka politikanë të tjerë që drejtojnë dhe çojnë Shqipërinë atje ku duhet, drejt të mirës, drejt të vërtetës, drejt kthimit të pronave. Pra, nuk mund ta bëj Edi Rama atë që thoni juve, sepse janë prerë krahët dhe këmbët. Avokat, kush e ka radhën pas Belinda Ballukut? Ajo është dy që e ka njësi tani. Mendoni se do i vi radha njëshit? Ka mbaruar ajo punë, shpreh kostumi. Punë ditësh është. Them punë ditësh sepse ligjërisht ashtu duhet të veprohet. Shohim. Avokat, faleminderit shumë për intervistën.
Edhe unë të falenderoj ty për ftesën dhe mirupafshim në biseda tjera.